Shikues të nderuar, përshëndetje, mirë se takohemi së bashku në rubrikën intervistë. Ju përshëndesim këtu nga ambientet e restorantit Niagara, afër brigjeve të lumit Cem. Kemi kënaqësinë që sot të zhvillojmë një bisedë me zonjën Age Gjokaj i Vezaj për rrugtimin e saj si njeri, jetën që e ka formuar dhe që e ka çuar drejt letërsisë, por edhe fushave të tjera, për krijimtarinë e saj që vazhdon ta jetojë më të njëjtën forcë edhe sot. Age, faleminderit shumë që keni pranuar ftesën e televizionit tonë. Ju falenderoj për ftesën dhe shfrytëzoj rastin t'ju përshëndes ju dhe televizionin Bojën, që na ndjekim atje me kënaqësi dhe mendoj se jeni një dritare e hapur që na bashkoni me vendlindjen. Ju falenderoj nga zemra. Kënaqësia është e jona. Jeni një nga zërat e bukur të letërsisë të diasporës shqiptare. Lexuesit ju njohin për romanin Kush na mallkoi dhe për mbledhjen poetike Pikëllim dhe shpresë. Vepra ku ndihet ajo forcë e rënjeve, madhi dhe historia jone përbashkët, por sot duam t'ju njohim edhe si njeri. Kush është Age Gjokaj i Vezaj për te titullit të shkrimtares? Po, unë të them të drejtën, jam bie këtij vendit, bie këtij trollit, jam lindë e rrit këtu, kam mbaruar studimet në Prishtinë, me shpresë se do t'jap atë kontributin tim këtu. Ishte kohë e vështirë, kështu që së bashku me bashkëshortin tim Markun u detyruam të marrim rrugën e emërgjimit. Nuk ishte e lehtë, sfidat ishin të shumta. Lam njerëzit tonë, lam vendlindjen e dashur, shkuam atje ku s'njihshim as njerëzit, as kulturën, as gjuhën, krejt ndryshe. Sfidat ishin të shumta. Por të ndajemi paksa tek ato fillime, do thotë ku keni lindur dhe cilat kujtime të fëmijërisë i mbani me vete edhe sot? Unë kam lindur në Triesh, jam rrit në Tuzë, kam mbaruar studimet për letërsi e gjuhën shqipe në Prishtinë. Kam diplomuar me një korrik 86. Më tha fill pas diplomimit kemi emigruar në New York. Si ishte fëmijëria në ato kohë, si ishin kushtet për të jetuar këtu në Malsi? Po kushtet gjithsesi ishin e vështirësoheshin, jo kushtet ekonomike e politike, domethënë nuk patëm mundësi të punësohem, kështu që shkuam me dëshirë për 2-3 vjet do kthehemi përsëri dhe mbetëm atje. Mirë, përmendet që keni përfunduar shkollimin në Prishtinë. Si kujtoni ato vitet studentore? Po, kanë qenë vitet më të bukura të jetës sime, por edhe atëherë e vreje se ishte një farë tensioni, diçka e keqe po përgatitej. Si shëndolli, ashtu ndolli, lufta aq shkatrimtare që ishte për popullin e Kosovës dhe për popullin shqiptar. Domethënë një periudhë jashtëzakonisht e tensionuar. Ashtu siç e ceka më përpara, kam diplomuar me një korrik 86 letërsi e gjuhës shqipe pranë katedrës së Universitetit të Kosovës, Degës, konkretisht Fakultetit Filozofi. Po cilët janë ato figura apo njerëz që kanë ndikuar më shumë në formimin tuaj si person, ndoshta gjatë studimit, por edhe gjatë jetës? Pse unë të drejtohem në degën e letërsisë kjo është arsyeja kryesisht e profesorit tim të nderuar Franz Samaj. Ai, domethënë, ne ka rënjos dashurinë për letërsinë, si nxënëse në gjimnazin e Tuzit. Kështu që ajo më ka drejtuar, domethënë përkushtova, kam pas profesor Recep Qosen, Isa Bajqincën, në atë kohë ka qenë rektor i universitetit Gani Ljuboteni, nëse s'gabohem. Mirë, atëherë do të thotë ju vendosit të lini Malsinë me bashkëshortin apo jo. Si kujtoni ato fillimet tuaja në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sa të vështira apo siduese ishin? Ka qenë jashtëzakonisht e vështirë, jemi nisur me thënë drejtën me zemër të thyrë, me lot, lam këtë vend, se kemi menduar se do të shkojmë, por kushtet e tilla na detyruan, s'kishim perspektivë këtu, shkuam atje. Atje ka qenë shumë vështirë. S'kemi njohur gjuhën, s'kemi njohur vendin, traditën, gjitha ato plus dhimbja që kishim për këtë vend dhe për njerëzit tonë, ishte e madhe. Kemi arrit me mund e me djerës, por emigracioni të mëson t'i jesh edhe ma e fortë. Nuk e din se sa e fortë je derisa të përballesh me sfidat e jetës. Dhe mund të mësojmë se si e shituat profesionin, por ku e gjetët veten atje në Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Mund të them se ndoshta kam qenë njeri ma me fat.
Unë kam fillua me diplomën e Universitetit Prishtinës edhe pa e përkthyve, vetëm se kam pas titullin profesor në atë kohë. Më kanë marrë në shkollë për arsye se nuk ka pas në atë kohë asnjë diplomum letërsie gjuhë shqipe. Kështu që unë kam qenë shumë me fat, kam punuar 7 vjet me fëmijë me nevojë. Aty mund të them se ka qenë ndoshta përvoja ma e mirë e jetës sime, më ka bërë të ndihem e ndjeshme, më ka bërë të ndihem ma e dashur për këta fëmijë. E kam menduar se si në atë kohë janë trajtuar fëmijët që kanë pas nevojë në malësi. Shpesh herë fatkeqësisht i kanë mshef, nuk i ka për krah askush. Fatmirësisht tani kohët kanë ndryshuar, edhe këtu e japin, domethënë u jepet ajo ndihma e merituar aty në fëmijëve. Kontribut të madh keni lënë edhe ju, pas që do të thotë librat që janë shitur, paratë e mbjellura keni kontribuar për ta, apo jo? Po, ajo shoqata Malësia e Madhe në New York ma ka bën promovimin e librave të mi, librit parë, në vërtet romanit Kush na mallkoi. Jam mbledhni shumë bajagi e madhe të hollave. I kam dërguar të gjitha këtu, pastaj Qendra Malësi, kjo Çik Malësia ka bërë promovimin e librave, edhe ato i kam luruar. Jam shumë e ndjeshme ndaj këtyre fëmijëve, të cilët kanë më nevojë të ndihmojmë se sa të tjerët. Po, cili ishte motivimi juaj që të hyni në atë botën e shkrimit, të shuani libret? Po, unë letërsinë e kam dash gjithmonë, por kam pas profesionet ndryshme dhe gjithmonë e kam pas, domethënë, një farë ndjenjet kam shkruar edhe përpara. Çfarë kohën kam shkruar, nuk është se nuk kam shkruar, jam marrë me shkrime, se kam dash letërsinë, por ndonjëherë valët e jetës të përplasen dikun tjetër, kështu që unë kam vazhduar në financa për 23 vjet, kam pas një karrierë të bujshme. Domethënë shkak ka qenë se kompania i ka ndryshuar dhe na kanë dhënë një opsion me marr pension, kështu që kam marr pensionin edhe besoj si kjo më ka bën më tepër më ka dhënë kohë shkruaj, ndoshta ka qenë edhe pak vonë, arsyeja dihet, kemi pas fëmijën, kemi rriti, kemi shkolluar, kam pas karrierën time personale dhe gjithmonë kam lënë aty mbrapa letërsinë, por erdhi koha që edhe aty ta ushtroj talentin tim. Dhe çfarë ju është të shuani romanin Kush na mallkoi? Ishte një histori personale, por çfarë mund ta thuani për këtë? Po, unë kam, domethënë si temë kryesore e romanit është emigrimi. Ka të bëjë tema është për fund viteve 60 dhe fillim të viteve 70 emigrimet që janë bërë. Njerëzit kanë shkuar nëpërmes kampeve të Italisë, nëpër vende ndryshme, janë munduar të ruajnë identitetin e vet, por kanë hasur në vështirësi edhe atje, sfidat e shumta, s'kan ditë gjuhën, dhe ata janë munduar me ruaj, domethënë në atë mënyrën që kanë ditë. Pastaj kanë emigruar, po emigracioni shpesh herë fatkeqësisht për ne shqiptarët ka qenë edhe tragjik, aty shtjellohet ajo temë. Cilat tema ju vinë më natyrshëm kur shkruani dhe pse mendoni se zemra ju çon drejt atyre temave? Po, a di si është, letërsia është ajo botë që të lejon të jesh e lirë. Bota e imagjinatës, e zhvillon veten, e flet atë që ta ndjen edhe shpirti. Mirë, ju gjithashtu jeni antare e shoqatës artistëve, apo jo? Mund të na tregoni pak sa për këtë eksperiencë dhe gjithashtu jeni nderuar me disa çmime. Po, unë jam antare e shoqatës së shkrimtarëve shqiptaro-amerikan, me kanë nderuar në vitin 2012, nëse s'gabohem, kam me një çmim për disa artikuj. Në të vërtetë është artikulli kushtuar Hasan Prishtinës dhe Kryengritjes së Malësisë, të cilat janë botuar në Tiranë në gazetën Ditoria. Jam antare e rregullt, është bajagi e madhe një shoqatë dhe ka shkrimtar vërtet që kanë lënë gjurmë në letërsinë shqipe. Unë jam nderuar nga shoqata Malësia e Madhe, jam zgjedhur sikur femra që ndoshta më kanë caktuar që të takohem edhe me kryebashkiakun, për çka e përgëzoj dhe i falenderoj dhe shoqatën Malësia e Madhe. Çdo herë më kanë respektuar. Unë kam pas pata rastin të takohem me kryebashkiakun e New Yorkut, majorin Eric Adams. Çfarë do thotë për ju këtë nderim? Po, ishte një nderim për mua, e them përsëri, i falenderoj shoqatën Malësia e Madhe,
Pastaj kemi udhëhequr paradën, kam marrë mirënjohje edhe nga rrënjët shqiptare, kështu që ishte me të vërtetë është një ditë solemne parada shqiptare në New York. A është kjo ndoshta edhe si një shtys që të vazhdoni të jeni gjithmonë e kyçur në aktivitete? Po patjetër, domethënë unë prej se kam shkuar atje, në fillim kam pas punuar me gazetën Iliria, kam qenë bashkëpunëtore e rregullt, për këtë dua ta falenderoj edhe bashkëshortin tim se çdo herë më ka për krah Marku. Normalisht se këto mirënjohje që i merr njeriu t'i japin motivin që punosh edhe më tepër. Atëherë sapo desha të ju pyes për krahjen tuaj, sepse besoj pas gjithë suksesit qëndron dikush që ju përkrah gjatë gjithë kohës, se besoj është edhe familja dhe bashkëshorti që përmendet apo jo? Po, familja është ajo që është burimi i gjithçkait, është gjithçka që njeriu ja dedikon. Edhe suksesin tim ja dedikoj familjes, normalisht bashkëshortit tim që çdo herë më është gjendur pranë. Anke me çfarë sfidash përballet një grua shqiptare në diasporë? Si e mbani mend ndoshta atë kohë, se si janë përballur femrat në Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Po, fatmirësisht unë kam shkuar atje e shkolluar, po edhe vazhdova shkollimin, nuk e lash, se në atë kohë femrat kryesisht merreshin me punë fizike, unë kur një jetë s'kam punuar fizikisht, e kështu për mua ishte një sfidë që s'mund ta përballoj. Me përkrahjen e bashkëshortit tim, unë kam vazhduar shkollimin dhe kam pas karrierën time. Sa e rëndësishme është për ju ruajtja e identitetit shqiptar dhe si e jetoni këtë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Unë, domethënë, gjithmonë e marr si shembull arbëresht e Italisë, që e kanë ruajtur identitetin e vet deri sot. Ne si mërgati jemi e re në New York, ose përgjithsisht e të bashkuara, dhe duhet ta ruajmë. Unë jam ai zëri që çdo herë them, të flitet shqip në shtëpi, të flitet me fëmijë shqip, se vetëm ashtu e ruajmë identitetin ton. Nëse nuk flitet gjuha, atëherë s'kem çka flasim, jemi shkri. Ne jemi sikur një pikë ujë në oqean. Po nëse shkrihemi, edhe më thënë, është i lehtë asimilimi. E megjithatë, dhe më thënë, ka shumë organizata, ka shumë përpjekje, ka hapje shkollash në gjuhën shqipe, kështu që, më thënë, besoj se kjo do të ndihmoj edhe më tepër të ruhet identiteti ynë. Të flasën përgjithësi, ka shumë familje që janë të përkushtuar në këtë pikpamje. Të ruajnë fëmijët nga asimilimi, ta mbajnë lidhjen me vendlindjen, ta duan edhe më tepër vendin tonë, të kontribojnë sado që të mujnë. Dhe sot, si përjetoni atë lidhjen tuaj me Malsinë dhe rrënjet? A ka diçka që ju mungon? Kudo që shkoj njeriu i mungon vendlindja, dhe është shumë interesante. Sa më larg që je nga vendlindja, aq më tepër e ndije mungesën. E ndije mungesën e këtyre njerëzve të dashur, rrënjët prej ka je ardhur, ku je rrit. E ndijen mungesën e bukurisë këtij vendit. Gjithçka është e dashur për ne. E mungon shumë, po ne vim rregullisht. I kemi sjell fëmijët. Unë dhe bashkëshorti im Marku kemi 3 fëmijë, 2 vajza dhe një djalë. Gjithë kanë lind atje, gjithë e flasin shqipen, të gjithë janë shkolluar, kanë magjistruar atje, janë me punë të mira, janë sistemuar mirë, dhe të gjithë edhe fëmijët e tyre i flasin shqip. Bile i kemi fëmijët e djalit, ata asnjë fjalë nuk e din anglisht. Vetëm shqip tarkohen. Ashtu edhe vajza i mëson fëmijën shqip, vajza tjetër ka një vajzë të vogël, kështu që ajo akoma s'ka filluar të flasë. Por kjo është edhe meritë e juaja, pas që ju e keni përcjellur gjuhën tek fëmijët tuaj, pastaj kështu ka vazhduar brez pas brezi. Po ashtu siç e thash edhe më parë, domethënë gjuha është baza e gjithë shkafit për të ruajtur identitetin. Atë dashuri që kam pas për gjuhën, për kulturën tonë, jam munduar ta përçoj edhe te fëmijët tonë. Atëherë ju, gjatë bisedës e përmendet që në Malsinë e vizitoni rregullisht, duhet të di rastin pse erdhët tani? Po kësaj here, domethënë, erdha vetëm për ta shoqëruar bashkëshortin tim, ai ka qenë njëri nga organizatorët e rrugës së Deçiqit, të cilën e kanë përfunduar në një afat rekord dhe unë erdha ta shoqëroj atë. Çfarë rëndësie ka që atletarët nga Shtetet e Bashkuara të japin kontributin e tyre përmes
infrastrukturës apo dhe projekteve tjera që japin në Malësi? Po, për ne ka jashtëzakonisht rëndësi zhvillimi i Malësisë. Ne jemi bit këtij venit, e duam, i kemi rënjut këtu dhe duam ta shohim Malësinë përparuar. Të përparoj në çdo aspekt, kulturor, infrastruktura e të tjera. Të ruhet ky vend, sepse banorët e këtij vendi janë ata që e ruajnë këtë vend. Ne jemi larg, por me zemër jemi këtu te ju. Dhe vazhdoni të jepni kontributin në Malësi, kjo është. Patjetër. Domethënë, argëimtarët kanë qenë gjithmonë gatshëm të ndajnë kafshatën e gojës me bashkëvendasin në Malësi. Ashtu është, kjo është e rëndësishme. Çfarë do të dëshironi që lexuesit të marrin me vete pasi të lexojnë librat tuaj? Çfarë është ajo që ju mundoheni të përcjellni përmes librave dhe shkrimit tuaj? Piknisje e këtij romanit mund të them se është porosi, është që të jetë sikur një dokumentar faktografik. Ajo periull famkeqe e shpërnguljes së shqiptarëve, të zbrazjeve në trojeve. Jo nga dëshira, por gjithmonë nga nevojat e ndryshme që kanë qenë. Dhe ku e gjeni veten më së shumti në roman, në poezi, me qenë se keni shkruar vëllimin poetik apo jo pikëllim dhe shpresë? I ushtroj të dyja, edhe e dua edhe poezinë edhe romanin. Gjithse romani është një formë tjetër letrare që të lejon më tepër të ke liri të ushtrosh imagjinatën tënde. Dhe vazhdosh, dhe më thanë të shkruesh atë që ndjerë shpirti. A shpresoni të frymëzoni gra dhe vajzat e tjera shqiptare që duan të shkruajnë, ndoshta në një mënyrë të jeni frymëzim i dikujt? Po, jam mundua kështu. Besoj se ja kam arrit qëllimin, kam pas disa që e kanë lexuar, ka thënë kam kjo e kur e kam lexuar. Më thënë se është pak i dhimbshëm, po ka baj elemente reale të asaj kohe. Kam pas një ofertë, nuk e di a do realizohet ajo që ky roman të bëhet film. Është një regjisor shqiptar, Aurel Nacho, edhe ai më thënë kam lexuar dhe më jep përshtypje se ky mund të bëhet një film i mirë nga ky. Kam pas edhe nga profesor Dr. Bexhet Hasani, edhe ai më thënë ka thënë atë, thotë se mendoj se është një dokumentar faktografik i kohës. Përmes këtij romani jam mundua që breznive të ardhshme të valani, domethënë ta kenë një pasqyrë reale të asaj kohës se si njerëzit e lshuan vendlindjen me mall, me dëshirë, me dashuri për të kthyer përsëri, por shpeshherë fati e don ndryshe dhe ndodhin edhe tragjedi që fatkeqësisht kanë ndodhur shumë këtu në Malësi, kanë shkuar në mërgim për me punua për një jetë më të mirë dhe kanë pasur tragjedi. Po sa i përket vëllimit poetik, është ndonjë poezi që do e veçoni, e keni më për zemër, e keni më personale, por për mbledhjen e poezive, kujtim dhe shpresë. Kujtim dhe shpresë ja kam dedikuar vllait tim të ndier, Tom Gjokaj, i cili ka vepruar shumë në diasporë për me afirmuar çështjen shqiptare, bashkë me senatorin Joseph Diogardin. Ati ja kam pushtua. Ka një përmbledhje poezisht të ndryshme, normalisht se kalla është janë melankolike që i kushtohen gjuhës, flamurit, atë dheut. A mendoni se do të shuani diçka të re në të ardhmen, por jeni duke shkruar momentalisht diçka? Po, jam duke shkruar një roman tjetër, besoj se shpejt do të publikohet edhe ai. Mirë, atëherë për fund të bisedës dua dhe një mesazh apo porosi për gjithë bashkëdhëtarët që jetojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndoshta për atë kontributin që ju gjithmonë e jepni si këtu në Malësi, ashtu edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dua një porosi, por ndoshta edhe për të rinj që janë duke shikuar këtë bisedë, duke dëgjuar këtë bisedë, për t'i motivuar ata, ndoshta çfarë keni për t'ju thënë të gjithë shikuesit e televizionit pojnë? Mërgjimtarët tanë atje, ata e duan këtë vend, fizikisht janë atje, po me shpirt janë këtu. Ata e duan të shohin të përparuar Malësinë dhe të japin kontributin e tyre. Për të rinjt, duhet të them të ruajnë gjuhën, të vinë të vizitojnë këtë vend, edhe pse kanë lind atje, të duan të vizitojnë, të japin kontributin e tyre për Malësinë tonë të dashur. Atëherë, janë në momentet ju falenderoj shumë
nga zemra për sinqeritetin, atë ngrohtësitë dhe për rrëfimin tuaj që na lejoi të udhtojmë bashkë me ju nga rënjet e Malësisë deri në mërgim dhe tek ajo krijimtaria juaj e ndjeshme e plotërit. Ju urojmë suksese në çdo hap dhe si në jetë personale ashtu edhe në letërsi dhe çdo pushë që bëni. Ju falenderoj përzemërsisht që më ftuat për bisedë. Ju uroj gjithat mirat. Ju dhe stafit tuaj të televizionit Bojën. Faleminderit, ishte kënaqësi. Shikues të nderuar, të dëgjuam edhe rrëfimin personal të Ake Gjoka i Vezaj. Unë ju falenderoj për vëmendjen, mirëpafshim në emisione tjera.